Familja Shën Shtjefnit ka organizuar një sër aktivitetesh në kuadër të festës së Zojës së Shkodrës. Familjetari i Shkodrës Dom Artur Jaku në intervistë për Star Plus ka zbuluar agjendën e këtyre aktiviteteve, të cilat do të nisin që të shtunën. Sigurisht në këtë kuadër janë menuar disa aktivitete që do të vijojnë atëherë nesër masdite në orën 16:30 me procesionin e Zojës së Shkodrës nëpër rrugët e qytetit. Zoja e cila do dalin nga kisha, nga katedralja, për të kaluar, për shkruar rrugët e qytetit, familjet e qytetit tonë, edhe për të dhënë sigurisht bekimin edhe mbështetjen, sepse ajo e dim se është nana jon, nana e Krishtit. Për këtë arsye ju bëra një ftesë të gjithë besimtarëve, qytetarëve të Shkodrës që gjatë kalimit të Virgjës të dalin përpara të përshëndesin, sepse ajo do të japë bekimin të gjithë qytetarëve e familjeve të Shkodrës. Që do të vijojnë atëherë të dielën në darkë me vigjiljen e Zojës së Shkodrës, ku do jetë edhe koncerte dhe hedhja e fishek zjarreve, tashmë një traditë disa vjeçare këtu në Shkodër. E do të pasojnë me festën e Zojës së Shkodrës, që është ditën e Hane. Një koincidencë e mirë këtë vit, sepse data 19 tetor përkon edhe me festën e Zojës së Shkodrës, por edhe me festën e Nën Terezës. Për këtë arsye kemi menduar që t'i bëjmë të dyja festat së bashku, ku pas meshve që janë 3 mesht që do të kremtojnë, mesha kryesore do jetë në orën 10 e udhëhequr prej arqipeshkuvit të Shkodrës, ndërsa në darkë në orën 19 do jetë koncerti, duke i bërë bashkë të dyja këto festa, edhe atë Zojës Shkodrës edhe të Nën Terezës, një bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Nga ana tjetër, dhe ka ndalur tek libri Historia e Shqipnisë, Dom Artur Jaku tregon se ky libër vjen edhe në kuadër të 25 vjetorit të lirisë së fesë në Shqipëri. Dom Noci është një figurë, do thosha, simbol edhe i lëvizjes së fortë shqiptare për me kriju një pavarësi. Në fakt nuk njihet sa duhet, ka ndaj si duket nënhije gjatë kësaj kohe Dom Noci, duke pas parasysh se kjo është edhe njihet tashmë si romancieri i parë shqiptar. Nga ana tjetër, familjetari i Shkodrës ka edhe një urim për gjithë besimtarët. E vërtet do shfrytëzoj rastin me përdor ekranin tuaj për me bë urimet edhe gjithë besimtarëve, në mënyrë veçantë besimtarëve të Shkodrës. E dim shumë mirë që Zoja është shumë e dashur prej qytetarëve të Shkodrës. Shkodra është e lidhur ngushtë me Zojen. Prandaj urimi jem në kuadër të kësaj feste është pikërisht që qytetarët dhe besimtarët të dinë me i hapë zemrën Virgjës Mari. Çdo vit në qytetin e Shkodrës, Kisha Katolike organizon festime kushtuar Zojës së Shkodrës, ku pjesë e këtyre ditëve të veçanta përfshihet i gjithë komuniteti.